Imam Tahawi, Allah më shëroft, në vazhdim të vargjeve të akidës së tij, duke folur rreth Allahut madhëruar, thot ndër të tjera, qayyumun la yanam, i qëndrueshmi që nuk flekur. Dhe e sjell këtë frazë pasi që ka pohuar në lidhje me Allahun e madhëruar vazhdimsinë e jetës së tij, kur ka thënë ose kur thot hayyun la yamut, i gjalli që nuk vdes kurrë. Pra, jeta e tij është e vazhdueshme dhe ajo nuk ndërpritet, por përveç kësaj ka edhe jetën e plot, sepse atij nuk i mungon asnjëherë as dëgjimi, as shikimi dhe as dija në lidhje me Allahun madhëruar, në lidhje me krijesat, sepse ai edhe nuk fle dhe nuk shkujdeset ndaj tyre. Dhe kështu thot qayyumun la yanam, i qëndrueshmi që nuk fle kurrë. Dhe kjo në lidhje me Allahun madhëruar thuhet sepse Allahu madhëruar nuk ka dukurinë e lodhjes, sepse gjumi dhe kotja gjenden tek ato gjallësa që ndjejnë lodhje. Dhe për të qetësuar, për të pushuar, atëherë ato flenë. Mirë po Allahu madhëruar nuk ndjen lodhje, dhe këta ka përmendur edhe në lidhje me krijimin e qiellit dhe tokës në 6 ditë, dhe përfundon ajetin duke thënë wa ma massana min lughub, dhe neve nuk na preku gjatë krijimit lodhja që të kemi nevojë për pushim apo për çlodhje. Dhe kështu Allahu madhëruar nuk ka nevojë për të pushuar, dhe po ta shikosh ndër krijesa ose ndër gjallësa që na shoqërojnë, çdo krijesë dhe gjallësë që pushon apo fle dhe kotet, ajo shoqërohet edhe me vdekje dhe ndërprerje të jetës. Kështu që Allahu madhëruar as nuk fle, as nuk kotet, sepse ka jetën e vazhdueshme dhe jetën e plot pa mangësi. Kjo është e para. Pastaj vazhdimësia e jetës dhe përsosmëria e saj është nevojshme edhe në lidhje me krijesat, sepse nëse Allahu madhëruar do flinte apo do kotej, atëherë edhe krijesat do mbesin pa mbështetje dhe pa kujdesin e Allahut madhëruar. Dhe kështu do ishte shkatrim edhe për botën. Dhe prandaj Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu thot se e pyeti një herë Musa a.s. Beni Israilet, dhe i thanë Beni Israilet, a fle Zoti yt? I thanë Musa a.s. Dhe Musa a.s. e konsideroi të madhe këtë lloj pyetje, dhe se kjo nuk bën të pyesësh për këtë lloj, se nëse ndodh kjo gjë me Allahun e madhëruar, sepse ai është kujdestari i krijesave dhe kjo dihet, dhe tha, kini frikë Allahun e madhëruar dhe mos pyesni gjërat e tilla. Pra as të shkojnë ndërmend një gjë e tillë për Zotin e botëve. Dhe mirë po Allahu madhëruar deshi të tregoj Musait a.s. se kjo pyetje jo vetëm që nuk bëhet për Allahun madhëruar, por edhe ka gjëra negative që nëse do ndodhte në lidhje me krijesat, dhe i thot, atëherë i thirrri Allahu madhëruar dhe i tha, o Musa, të pyetën ty Bani Israil ta flet Zoti yt. Atëherë thot, merr dyja në qelçi dhe mbaj shtrëngoj fort. Dhe Musa a.s. i mori ato siç e porositi Allahu madhëruar dhe i mbajti ato derisa kaloi 1/3 e natës. Dhe atëherë u lodh dhe ra në gjunjë dhe dyja të qelçit gati sa nuk u thyen. Pastaj kur u kthjellua, i shtrëngoi ato fort dhe u mundua t'i mbajë. Dhe kur erdhi pjesa e fundit e natës, Musa a.s. nuk rezistoi dot dhe dyent ran dhe u thyen. Atëherë Allahu madhëruar i thirrri atij dhe i tha, o Musa, nëse do ndodhte kjo gjë, atëherë do shkatërroheshin edhe qiejt e toka dhe çfarë ka mes tyre prej krijesave, siç u thyen të dy anë qelçi. Kështu e transmetojnë komentuesit e Kuranit në lidhje me shpjegimin e disa ajeteve ku përmendet kjo cilësia e Allahut madhëruar, dhe për treguar se Allahu madhëruar edhe ka jetën e vazhdueshme dhe për përsosmërisë së saj është që ai mos flej, por edhe gjithashtu ai është mbajtësi i jetës së krijesave dhe i ekzistencës tyre, dhe nëse Allahu madhëruar
do shkujdesej, qoftë sa do pak me gjumë apo me kotje, atë do shkatërrohej edhe bota. Dhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam këtë cilësi të Allahut mëdhëruar i fuste në duat e tij, dhe një prej duave që përmendet shpesh është kur thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam kur kërkonte ndihmë Allahut: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. O ti gjalli që nuk vdes kurrë, apo o ti mbajtësi i krijesave që nuk flas njëherë, në rahmetin tënd mbështetem dhe kërkoj ndihmë. Sepse vetëm ai i cili ka jetën e plot dhe ka kujdesin e plot ndaj krijesave të tij, vetëm ai mund të përgjigjet në raste nevoje, dhe prandaj lutej edhe profeti sallallahu alaihi wasallam.